Lora. Jo, me. Shumë mazri pas një kohë. Një mbrëma, atëhere po ju prezantoj listën e kandidatëve të qarku të Vlorës dhe po e filloj nga lista e hapur. Me lista është konceptuar gjithë përfshirëse, duke përfshirë qoftë komunitetet ndryshme që ka në qarkun e Vlorës, qoftë përkatësisë të grupeve të ndryshme në qarkun e Vlorës, e ndarë kjo në 2 zona të mëdhaja elektorale, ku 4 pozicione janë lënë rajonit, po themi, të Sarandës, ku përfshihet Konispoli, Kliniqi, Saranda dhe Delvina, dhe 8 janë lënë apo janë përzgjedhur nga komunitetet që përfshin rajonin e Vlorës, ku futet Selenica, Vlora edhe Himara. Për rajonin e Sarandës, i pari në listë është doktor Vasil Llajo, i cili ka mbaruar shkëlqyshëm Universitetin Mjekësor në Tiranë, me një karrierë shumë të mirë, të shkëlqyer madje si mjek, dhe sigurisht i njohur tashmë gjithësisht në biznesin që ka, me ngritjen e një rrjeti model biznesit të klinikave dhe laboratorëve Intermedica në Shqipëri dhe në Athinë. Vasil Llajo është përfaqësues i minoritetit grek dhe besoj është një nga përfaqësuesit e gjithë pranuar nga gjithë korrentet e minoritetit grek, jo vetëm në qarkun e Vlorës, por edhe në Athinë. I dyti është Ardit Bido. Ardit Bido është, siç e dini, drejtori i përgjithshëm i arkivave të shtetit. Është profesor i asociuar, por i spikatur edhe në, besoj, në të gjithë daljet publike ku ka qëndrime shumë dinjitoze për sa i takon historisë jo vetëm të zonës nga ai vjen, ai është një djalë i lindur dhe i rritur në Sarandë, ka bërë një transformim rrënjësor të arkivës së shtetit, duke digitalizuar plotësisht atë dhe modernizuar arkivën e shtetit, dhe besoj që është një vlerë e shtuar për pjesën e zonës apo e rajonit të Sarandës. I treti është Gjergji Mërkuri, është një mësues model në Sarandë, por mbi të gjitha është kryetar i spikatur i Partisë Socialiste prej kohësh, edhe atëherë kur Saranda përfshinte një territor shumë më të madh si rrethet e dikushme, dhe besoj unë është një person që gëzon respekt në gjithë komunitetin e Sarandës. Dhe e katra në rajonin e Sarandës, apo e katra në listë të qarkut të Vlorës, është Ina Majko. Ina Majko është një figurë shumë interesante, është përfaqësuese e komunitetit rom, ka mbaruar studimet shkëlqyer në Shqipëri për biologji dhe ka bërë një master në Universitetin e Budapestit. Është një vajzë që e ka gërshetuar karrierën e saj midis shkencës, aktivizmit, dhe është nga ato vajza që mbron kauza që ajo i beson në mënyrën më elegante të mundshme, dhe besoj unë do të jetë një risi në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës. I pesti, dhe tani kalojmë në zonën e Vlorës, pra rajonin e Vlorës,
është Vullnet Sinaj. Vullnet Sinaj e njihni, deputeti aktuali i qarkut të Vlorës. Unë mendoj që ai është një nga deputetët më model që ka sot parlamenti shqiptar për sa i takon përfaqësimit që ai bën komunitetit, dhe besoj që i gjithë komuniteti që ai përfaqëson do gëzohen kur ta dëgjojnë që ai ka pranuar të jetë përsëri kandidat në qarkun e Vlorës dhe ti përfaqësojnë ato. I gjashti në listë, apo i gjashta në listë, dhe vazhdojmë me rajonin e Vlorës, është Evis Allushi. Evis Allushi, një pedagoge për 20 vitesh në Universitetin e Vlorës, një aktiviste e Partisë Socialiste që në moshën 18 vjeçare, dhe besoj unë është përfaqësuese shumë e denjë e gjithë historisë Partisë Socialiste të Vlorës. I shtati në listë është Klevis Kaso. Klevis Kaso është aktualisht nënkryetar i Bashkisë së Vlorës. Është një djalë me energji dhe që sigurisht ka një eksperiencë edhe një karrierë edhe brenda Partisë Socialiste, dhe besoj se me kontributin e tij të shquar që ka dhënë edhe në Partinë Socialiste edhe në Bashkinë e Vlorës si nënkryetar i Bashkisë, do të japë një dimension tjetër fushatës elektorale të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. E teta është Brunilda Mersini. Brunilda Mersini është drejtoresha aktuale e Spitalit Rajonal të Vlorës, edhe kjo një aktiviste e vjetër tashmë e Partisë Socialiste me kontribute të jashtëzakonshme në të gjitha betejat elektorale të Partisë Socialiste, dhe tashti këtë rrallë ka pranuar që të jetë në vit të parë të kësaj beteje duke hyrë në listën e hapur të qarkut të Vlorës. E nënta është Briseida Çakëri, edhe kjo një grua që jo vetëm vjen nga një familje me traditë të socialiste të thellë në qytetin e Vlorës, por dhe vetë që në moshën 18 vjeçare ka qenë aktiviste e pandërprerë e Partisë Socialiste në qytetin e Vlorës. I 10 apo e 10 është Mjaftesa Sulaj. Mjaftesa Sulaj, apo Tesi, që ta keni më kollaj për ta shkruar, është një risi në listën e kandidatëve të qarkut të Vlorës, është një vlonjate 24 karaçe, por që ka jetuar 18 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka ardhur në qytetin e Vlorës që prej shtatorit të vitit 2024, pa vjet, duke aplikuar nga Amerika për të qenë pedagoge në Universitetin e Vlorës. E ndikuar tërësisht, siç thot ajo, nga ndryshimet kolosale që ka parë edhe ka ndjerë në qytetin e Vlorës. Është sigurisht një figurë e re me shumë energji dhe që do japi një freski të padiskutueshme, dhe këtu do jemi bashkë dhe do shihni që sa ndryshim edhe çfarë ndryshimi do t'i sjellë ajo listës së kandidatëve të qarkut të Vlorës. I 11 është Endi Hysenaj. Endi Hysenaj, edhe ky një djalë apo një burr që ka një karrierë edhe administrative dhe politike në qytetin e Vlorës, aktualisht është drejtor i AKU-s në Vlorë, prej më pak se një viti, është përfaqësues i komunitetit Çam, të Çamërisë, dhe besoj se është një nga përfaqësuesit më të denjë të këtij komuniteti në Vlorë, me reputacion shumë të mirë nga të gjitha korrentet politike që ky komunitet ka, jo vetëm
në qytetin apo në rajonin e Vlorës, po dhe më gjerë në qarkun e Vlorës. Dhe i fundit, por jo për nga rëndësia, i 12-ti është Damian Gjiknuri. Për Damianin besoj është e tepërt të them në një fjalë, sepse e njihni të gjithë, ai sigurisht do jetë pjesë e listës hapur, edhe do garoj në një zonë që e njeh shumë mirë, edhe ku ka dhënë kontributet jashtëzakonshme në gjithë këto vite si përfaqësuesi i Partisë Socialiste. Dhe të vim ke lista e mbyllur, për ta përmbyllur, sigurisht drejtuesi politik, siç e dini, edhe nga kriteret që ne kemi vënë në parti, pra jam unë në pjesën e listës mbyllur. E dyta është Zamira Sina. Zamira është, sot që flasim, është dekane e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës, që t'ja ushuaj kuriozitetin se do googloni edhe do ju dali që ka qenë dikur në një moment në çadrën në vitin 2000, në çadrën e famshme në vitin 2017, ku ka mbajtur një qëndrim të vetin në lidhje me problemet e arsimit, edhe unë gjatë kur në momentet që kam hasur qoftë në aktivitetet ndryshme në Vlorë, apo dhe në takime që kemi pasur me grupet e interesit, kur e pyeta për një moment për këtë çështje, thash si ka mundësi që ke qenë edhe ke thënë atje disa gjëra që qëndrojnë për hir të vërtetës dhe ajo i qëndron për hir të vërtetës në atë kohë, më tha, atëherë nuk e doja Edi Ramën, sot e dua Edi Ramën. Kështu që sepse është bindur që prej asaj kohe që çdo gjë që po ndodh është një rrugë pakthim drejt zhvillimit jo vetëm të qarkut të Vlorës. E treta në listën e mbyllur është Eriona Ismaili. Eriona Ismaili ka qenë gazetare, është aktualisht punon si koordinatore në projektin zvicerian të bashkive të forta, është aktiviste e shuar në qytetin e Vlorës, herë kritike edhe në eksperiencën edhe në karrierën që ka pasur si gazetare, por sigurisht gëzon një respekt pikërisht për këto qëndrime të drejta që ka mbajtur gjatë gjithë kohës, edhe për këtë qëndrim dinjitos që ka mbajtur për gjithë kohës. I bashkohet edhe ajo ekipit të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Dhe i fundit, pra i katri, është ministri aktual i mbrojtjes, Piro Vëngu. Piron e njihni të gjithë, ka një karrierë tashmë të gjerë edhe të gjatë në qeverisjen socialiste dhe aktualisht kontribon edhe është ministër i mbrojtjes i qeverisë së Shqipërisë. Mbaruan, ishin 12 të hapur dhe 4 të mbyllur. Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Sa mandate shëndovi zoti Çuçi? Ne nuk i ndajemi gjithmonë ambicjes tonë. Ne konsolidojmë tetën dhe lutojmë për të.